Vlora përfshi të dielën nga një moti përkeqësuar i shoqëruar edhe me erë të fortë. Situata problematike më tepër u shfaq në zonën e pyllit të sodës, ndërsa për shkak të rënjes së pemëve pati për rreth 30 minuta edhe bllokim të qarkullimit rrugor drejt Zvërnesit. Ndërhyrja e policisë dhe forcave zjarfikse, të cilat bën edhe prerjen e pemëve, normalizoi më pas situatën dhe lëvizjen normale të automjeteve. Por problematika më e madhe u regjistrua në zonën e Orikumit, aty ku pati një zjarr të përmasave të mëdha që ku zonën. Zjarri u regjistrua në afërsi të bazës ushtarake të Pashalimanit, ndërkohë që era e fortë solli edhe përhapjen e flakëve në zonë. Për të bërë të mundur lokalizimin e zjarrit dhe evituar problematikat apo dëmet të tjera, ndërhyn veç forcave zjarfikse nga Vlora, edhe ato nga Himara, ndërsa ndërhyrja ka qenë e vështirë për shkak të terrenit, por edhe të erës së fortë në zonë. Situata u normalizua rreth mesnatës, ndërsa mësohet se është djegur një sipërfaqe e konsiderueshme me bimësi shkurre të zonës, por fatmirësisht nuk pati probleme në banesa. Nga moti përkeqësuar i ditës së diel, probleme pati po ashtu edhe në lundrimin detar, ndërsa situata u normalizua vetëm në orët e para të ditës së hënë.